po pres të bëjmë shfaqjen nesër, Nik. Edhe unë, Mario? Do të jetë shumë argëtuese. Unë jam stërvitur vërtet shumë. Mendoj se të gjithë kam për t'i pëlqyer numrat e tu të magjisë. Faleminderit. S'ka përse. Tani të përfundojmë sa rregulluari këto kutit. Në rregull. Në rregull, tani mendoj se kjo kuti shkon këtu dhe kthehet nga ana tjetër kështu. Po, pra kutit dhe pastaj ato i vendosim kështu. Bukur. Kjo është pothuajse sikur të ndërtosh me tulla. Po, kjo mund të jetë kështjella jonë. Sara dhe Ujti do ta pëlqejnë shumë. Po, edhe unë kështu mendoj. Si mendon ti, Barney? Barney! Përshëndetje, Nik. Ç'kemi, Mario? Më vjen keq për kutin tuaj. Unë e shtypa paksa. Nuk ka problem. Çfarë jeni duke bër? Ne do të bëjmë një shfaqje nesër dhe do të përdorim këto kutit. Çfarë lloj shfaqjeje? Një shfaqje me shumë këngë, kërcime dhe me shumë magji. Sa mirë! Duket shumë argëtuese. Dëshiron të na ndihmosh? Me shumë kënaqësi. Çfarë do të bëjmë tani? Ne duhet të mbarojmë zbukurimin e këtyre kutive. Në rregull. Duhet të përdorim të kuqen, të verdhën apo jeshilën. Ose ndoshta portokallin, blun apo lelat. Cila ngjyrë të pëlqen më shumë, Barney? Më pëlqejnë të gjitha ngjyrat e ndryshme. Ngjyrat bëjnë të lumtur, nga do që të shkoj. Bota si ylber i bukur, një shfaqje po tregon. Një shfaqje po tregon. Është e vërtet. Kush o vërdall, unë buzë qesh, se bota mund t'jetë plot me ngjyra. Nga floku i borës deri tek fluturat, ngjyrat janë të bukura për mua. Ngjyrat bëjnë të lumtur, nga do që të shkoj. Bota si ylber i bukur, një shfaqje po tregon. Një shfaqje po tregon. Kjo ishte. Rrobat e mia janë me ngjyra, ndonjëherë ndihemi kuq, ndonjëherë ndihemi verdhë, ose Leila ndoshta roz. Unë ndihem Leila. Ngjyrat bëjnë të lumtur, nga do që të shkoj. Bota si ylber i bukur, një shfaqje po tregon. Një shfaqje po tregon. Këto kuti duken fantastike. Ç'kemi, Sara? Përshëndetje, Whitney. Më bëhet qefi që ju shoh. Çfarë ka në atë kosh? Pjesa tjetër e kostumeve dhe gjërave që na duhen për shfaqjen tonë. E shikon? Ja ku është fustani imi princeshës. Shumë i bukur madhëria juaj. Faleminderit, Sir Barney. Kjo mund të jetë shpata ime. Ajo që duhet të mbajë një princ guximtar. Këto lulet do ta bëjnë skenën të duket shumë e bukur. Lulet e bëjnë çdo gjë të duket e bukur. Kam kërkuar një kapele për numrin tim të magjisë. Hey, kush i fiku dritat? Mendoj se kjo nuk do të bëj punë. Hey, provoj një herë këtë. Kjo mund të funksionojë. Tani vëmë një kështu. Të vishesh me kostume është bukur. Kur vesh një kostum, ti mund të bëhesh kushdo. Kur vesh një kostum shumë i lumtur unë jam, me imagjinat shkoj kudo ku s'jam. Kjo sepse kur, luaj si kur, mund të jem kushdo që kam dashur dikur. Jaketa, kapel, diçka e të tillë, ndryshon gjithçka në lojë. Shumë bukur në fakt, doja të që s'jam, hey, si kushdo bëhem sot. Mund të bëj kavoj, ndoshta një mbret, ose një roku më dëgjoj të këndoj. Kjo sepse kur, luaj si kur, mund të jem kushdo që kam dashur dikur. Kjo sepse kur, luaj si kur, mund të jem cili do, mund të jesh cili do, mund të jemi cili do që dua. Në rregull, e dinte gjithë se çfarë duhet të bëjnë në shfaqje? Jemi gati, shkojmë. Fantastike. Mos duhet të bëjmë ndonjë gjë tjetër? Po na duhet akoma një prezantues, dikush që të mirëpres publikun dhe të tregojë për shfaqjen. Është e vërtet, po, ke të drejtë. Pra, kush mendoni se duhet të jetë? Barney! Kush? Unë? Dëshiron ti të bësh prezantuesi i shfaqjes tonë? Po,
Mendova se nuk do të ma kërkonit kur. Do të ishte një kënaqësi. Po, shkojmë të praktikojmë. Do t'jetë bukur e dini, e janë të japim një shfaqje. Do t'ket muzika, do t'ket kërcime. Do pëndojmë një këngë të dy, ja se çfarë do bëjmë. Le të veshim kostumet dhe të luajmë gjojash. Të këndojmë dhe kërcejmë për të gjithë miqtan. Le të fillojmë se me zi po pres. Të japim një shfaqje drejt fantastike. Forca të gjithë fillojmë, do të japim një shfaqje. Do t'ket muzika, do t'ket kërcime. Ne me zi po presim, mrekulli të japim shfaqje. Do t'jet bukur e dini, do të japim një shfaqje. Forca të gjithë të shkojmë, do të japim një shfaqje. Në rregull të gjithë, le të bëhemi gati për praktikën. Shkemi DJ, përshëndetje. Çfarë ndodhi? DJ, a je mirë? Po, jam shumë mirë. Po falni që prisha gjithçka. DJ, ndoshta herës tjetër duhet të ecësh më ngadalë. Po ke të drejtë, Barni. Do të jem më i kujdesshëm. Në rregull. Po s'jap tepër vonë për të hyrë në shfaqje? Jo, as pak. Çfarë dëshiron të bësh ti, BJ? Po, unë mund. Por nga ana tjetër nuk më vjen asgjë në mendje. Ndoshta ne mund të të ndihmojmë të mendosh diçka. Faleminderit, Ema. Do ishte Në rregull. Po t'ishe në qendër të vëmendjes, çfarë do të doje të bëje? S'jesh do punë qendër të vëmendjes, çdo gjë që të shkon më mirë ty. Ndoshta kjo do të ndihmoj, BJ. Sikur unë të isha aktor, një superhero do të isha. Do shpëtoja njerëz në rrezik, me super fuqi, pa dyshim. Kjo do t'ishte fantastike, Mario. Një muzikant po të ishe, çfarë do të doje të luaje? Zgjidh instrumentin që do vet, për të bërë një tingull të bukur. Po të isha një muzikant, mendoj se daulles do t'i bia. Të vogla tingëllojnë si ratatatat, të më dhatë kështu bum bum bum. Do të ishte fantastike. Një magjistar po të ishe, të jepje një shfaqje magjie. Lart në sken qendër të vëmendjes, ke ndonjë numër që di. Sikur një magjistar të isha, do të nxirja nga kapela një lepur. Njerëzit do të habiteshin dhe do të pyesin si e bëri këtë ai. Po si kur t'mund t'ishe ti çdo gjë, çdo gjë. Këto ishin të gjitha ide shumë të mira, por nuk jap pikërisht ato që kërkoj. Po sikur të thuash një barsalet. Ose të lexosh diçka për të qeshur. Hej, kjo është një ide e mirë, më pëlqen të jem humorist. Dëgjojeni këtë. Peter Piperi puthi një... Pisni një minut, të fillon nga fillimi. Peter Piperi përgjoj një... Në rregull edhe njerë. Peter Piperi përgjoj një pik për Piperi. Nuk mund ta them. Mos vallësh kështu? Peter Piperi përlau një pjatë me piperka të pjekura, një pjatë me piperka të pjekura përlau Peter Piperi. Wow! Ky po që është një ushtrim i vështirë, BJ. As tu mendoj, më duket se gjua ime është përdredhur në një gogël. U do të shkoj brenda të shoh se mos mendoj një ndonjë gjë tjetër për të bërë. Në rregull. Në rregull, le të bëjmë provat. Barni, të lutem, a mund ta mirëpresësh publikun në shfaqje? Në rregull. Zonja dhe zotërinj. Djem dhe vajza. E janë i këtej. E po, përshëndetje Aleksandra, përshëndetje Doni.
Mirë se erdhët në shfaqjen tonë. Do të ketë këngë, kërcime, magji dhe argëtim për të gjithë. Dhe tani, ne prezantojmë tregimin e princeshës së fjetur. Ja ku fillojmë. Na ishte një princeshë bukur, princesh, na ishte një princeshë shumë kohë më parë. Një magji u bë asaj, një magji u bë asaj, shumë kohë më parë. Kështjella ish ma gjepsur, kështjella ish ma gjepsur, shumë kohë më parë. 100 vjet ajo fjeti atje, 100 vjet ajo fjeti atje, shumë kohë më parë. Ajo duket e lodhur. Një princi bukur kaloi andej, një princi bukur kaloi andej, shumë kohë më parë. Zgjoj princeshën e bukur, princeshën, ai e zgjoj princeshën shumë kohë më parë. Wow. Ata bënë një dasëm, ata bënë një dasëm, shumë kohë më parë. Ata jetuan së bashku, ata jetuan së bashku, shumë kohë më parë. Punë fantastike të gjithëve. Shihemi më vonë, mirupafshim. Çfarë kjo zhur? Ja ku vazhdon përsëri. Ja ku është? Brenda kuzhinës. Mendoj se është PJ. Vras mendje se çfarë po bën aty. Nuk e di. Po shkoj të shoh. Në rregull. Në rregull. Kthehem për 1 minutë. A ti nishin këto gjëra tani? PJ, çfarë je duke bër? Po bëj gati për shfaqjen. Wow! Ti pas ke gjetur shumë instrumente muzikor. Po, dhe do të bie të gjithë kreti vetëm. Unë jam një grup dinosaurë. Këtë e shoh mirë. Po, BJ, ndoshta duhet të provosh diçka tjetër. Të kontrolloj edhe pak tu brenda. Në rregull, shihemi më vonë. Mirupafshim. Me vaç mund ta rregulloj këtë me pak ditës. Prit pak. Kujdes. Reaksioni zinxhir. Lali. Përshëndetje Barney, çfarë po bënte PJ? Ai ishte po përgatitej për shfaqjen. Por mendoj se do të provoj diçka tjetër. Po, ne jemi gati të bëjmë prova për shfaqjen tonë me Të kukulla. lutem, a mund të na prezantosh Barney? Me kënaqësi. Dhe tani, për diçka krejtësisht ndryshe. Është për të qeshur, është qesharake, është çmenduri. Një çmenduri e madhe. Pum së është bukur t'jesh i çmendur, pum së është bukur t'jesh i çmendur. Mendje lehtë budalla gjithë ditën, pum së është bukur t'jesh i çmendur. Më pëlqejnë shfaqjet me kukulla. Një kal dhe një plesh dhe min të verbër, ujë në buz trotuar nguluar me akull. Kali rëshkiti me pleshtin ra, sa pleshti mi vete pasam kal. Bum së është bukur t'jesh i çmendur, bum së është bukur t'jesh i çmendur. Mendje lehtë budalla gjithë ditën, bum së është bukur t'jesh i çmendur. Duhet ta shikoj këtë me sytë e mi. Ju lum të gjithëve. Poshtë në jugu rritën bananet, një plesh keli gishtin e elefantit. Elefanti qau me lot në sytë e ti, pse nuk merresh me di kësa vetja jota. Bum së është bukur t'jesh i çmendur, bum së është bukur t'jesh i çmendur. Mendje lehtë budalla gjithë ditën, bum së është bukur t'jesh i çmendur. Nuk kam parë kur një elefant të qaj. Shumë lart në veri ku ka akull dhe por jetonte një pinguin që e kishte emrin Joe. Ati u mërzitën e bardha dhe zeza, veshi sa taleros të vallëzimi mbrëm. Bum së është bukur t'jesh i çmendur, bum së është bukur t'jesh i çmendur. Mendje lehtë budalla gjithë ditën, bum së është bukur t'jesh i çmendur. Bum së është bukur t'jesh i
çmendur. Faleminderit. Ta vëm dhe Provoj një herë të këngëçin. Ato me Leila të e verdha. verda. Ja, mere. Sa bukur. Po fiks fare. Në rregull, cilla ato copën? Zonja dhe zotrinj, ju lutem, urojini mirëseardhjen Nik Magjistarit të madhërishëm. Ai do të performojë numra fantastik magjie për ju. Faleminderit Barney. Tani për numrin tim të parë. Këtë shall do ta ndryshojë gjërë para syve tuaj. Ja ku jemi. Nga roza dhe e shile. Në Leila dhe të verdh. Tada! Faleminderit. Tani do të ndryshoj shallet përsëri. Në rozë dhe e shile. Tada! Faleminderit. Mund të më jepni kutinë time magjike të lutem Sara? Ja ku e ke Nik. Tani, ju lutem shikoni me vëmendje. Këtu brenda nuk ka asgjë. Kështu? Vërtet? Unë nuk shoh asnjë gjë, Nik Magjistari i madhërishëm. Por me goditjen time të shkopit tim magjik, një lepur i bukur sfaqet. Tada! Ups, diçka nuk funksionoi. Thuaj fjalën magjike. O po, fjala magjike. Të lutem. Tada! Funksionon gjithmonë. Është gjithmonë mirë të thuash të lutem. Faleminderit. Tani për numrin e radhës, më duhet pak ndihmë. Barney, mund të ishi ndihmësi im? Me shumë kënaqësi. Faleminderit. Prit sa të vija ty lart. Brenda në kapele nuk ka asgjë, apo ka? Jo, nuk ka asgjë në kapele. Kështu është, por unë kur të godas me shkopin tim magjik, Aha. ja, 2, 3, 4 kapele të tjera. Është e pabesueshme. Mrekulli! O kapele lezetshme, e vën në kokë se aty ka vendi dhe më pëlqen ta mbaj, po ndihem pjesë e saj. O kapele lezetshme, e vën në kokë se aty ka vendi dhe më pëlqen ta mbaj, po ndihem pjesë e saj. E madhe mund të jetë ose vogël fare, ndoshta ndonjë vrim dhe mund ta ketë, e ngjyrosur mund të jetë blu, kuqe e gjelbër. Nëse dikush pa kapelen time që mbaj në kokë, se aty ka vendin është gjëja më e bukur që shikoj. Kapele lezetshme, e mbaj në kokë, se aty ka vendin e di që duket shumë e bukur në kokë. Kapele lezetshme, e mbaj në kokë, se aty ka vendin e di që duket shumë e bukur në kokë. E madhe mund të jetë ose vogël fare, ndoshta ndonjë vrim dhe mund ta ketë, e ngjyrosur mund të jetë blu, kuqe e gjelbër. Nëse dikush pa kapelen time që mbaj në kokë, se aty ka vendin është gjëja më e bukur që shikoj. Është gjëja më e bukur që kam parë. Faleminderit të gjithëve. Vras mendje nëse BJ është gati për prova. Edhe nëse ai ka vendosur se çfarë do të bëj. Ka vetëm një mënyrë për ta zbuluar. Shkojmë të shohim në kuzhinë. Në rregull. Ja ku qenë ke BJ. Përshëndetje BJ. E ke vendosur se çfarë do të bësh në shfaqjen tonë? Po, unë do bëj jonglim. O thjesht shikoni këtë. Në rregull. Prit. Më lejoni ta provoj përsëri. Jam shumë i sigurt se mund ta bëj, në rregull? Dakor, provoj edhe një herë. Ai. As këto nuk
E po, BJ, xhonglimi do shumë praktik, por jam I sigurt se ka diçka të veçantë që mund ta bësh vetëm ti. Sepse ti je I vetmi dhe s'ka tjetër BJ. Gjeda, është një gjë të cilën jam shumë I zoti dhe do ishte super fantastike dhe ju më ishte më ndihmoni mua. Do të ishte kënaqësi për mua. Në rregull, tema do të filloj me gënjë. Është një rrim kërcimi, gjithmonë ti pushton, kërcimi ti na quhet ai. Është shumë I bukur, ne të gjithë ju doni. Një herë ta provoni. Jeni gati tani? Se bëhet tamam kështu. Më shikoni mua. Si fillim hop hop. Kudo që të jesh. Kjo ishte. Tomi ishte fort. Gëzim rezaton. Në rregull. Riti tundu. Pastaj rrotullo. Që të kalosh vetëm bukur. Kur më thon. Kërcimin e Tinos. Kujtë dje më kërceni me mua. Në rregull. Si fillim hop hop, kudo që të jesh, Jam marrë dorën. tunget ishin fort, gëzim rezaton, dhe ti tundu, pastaj rrotullo, që të kalosh vetëm bukur, kur më son, Tregojeni viten. kërcimin e Tinos. Si fillim hop hop, kudo që të jesh, Në rregull. tunget ishin fort, gëzim rezaton, dhe ti tundu, pastaj rrotullo, që të kalosh vetëm bukur, kur më son, Kjo ishte. kërcimin e Tinos, E mësuat. kur më son, Ja tonë. kërcimin e Tinos. Ju lumë të gjithë. Shumë e bukur. Faleminderit që bët kërcimin e dinosaurit me mua, Djema. S'ka përse, BJ. Unë mendoj se shfaqja ka për të qenë super fantastike. Faleminderit. O do të jetë pa par. Unë duhet të shkoj dhe t'i tregoj motrës që s'ka për shfaqjen. Shihemi më vonë. Jemi së shpejti, BJ. Kërcimi BJ ishte shumë I bukur. Po, ai do të jetë tylli I shfaqjes. Po, ishtë fantastik, pa dyshim. Ju ishi të gjithë të mrekullueshëm. Dhe unë nuk kënaqa shumë që isha prezantuesi, por unë gjithmonë kënaqe me miq që dua. Unë të dua ty, mua më do ti, familja jon ka lumturi, e ja fort të put të përqafoj, më të mirën të uroj. Ti më do, unë të dua ty, shok të ngusht jemi tani, shok pesnik të ri, e ja fort të përqafoj, të put më të mirën të Faleminderit për ndihmën që na dhe sot, Barney. Po, faleminderit. S'ka përse, jam I lumtur të ndihmoj miqtë e mi në çdo kohë. E janë Djema, shkojmë të bëjmë dhe disa prova të tjera. Po, unë do të praktikoj numrin tim të magjisë. Në rregull. Mirupafshim. Unë nuk kënaqa shumë sot. Duhet të Mirupafshim. vesh edhe një herë atë fustanin e princeshës.